Paku ka kërkuar arrestimin e Belinda Ballukut. Për të folur mbi këtë detaj kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Gylten Zlima. Zoti Zlima, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zlima, si e gjykoni këtë kërkesë të Spakut dhe a besoni që ka një të penduar që u morën të pandehur, u goditën, po themi Balluku, u godit drejtoresha e Akshit, u godit dhe Ergys Agasi. Si e gjykoni këtë treshe goditje? Pas vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, duhet keni parasysh që Spaku më në fund duhet kishte filluar në fillim, po më në fund arriti atë që duhet të kishte bërë, kërkesën për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku për të ushtruar të gjitha ato të drejtat procedurale penale që në fund fare organi i akuzës të jetë, do të thosha, i qartë dhe i lirë të veprojë pas një pengesë ligjore ndaj zonjës Balluku. Por ajo që unë dua të shtoj tek ju është kjo që në të njëjtën kohë me kërkesën e heqjes së imunitetit të zonjës Balluku u shënua edhe një aksion i prokurorisë së posaçme kundër Akshit. Për këtë gjë duhet kemi parasysh që zoti Ametaj ishte ai i cili ka folur para zgjedhjeve të 11 majit, duke bërë një denoncim ndaj zonjës Balluku, por edhe ndaj Akshit, dhe duke bërë disa paralajmërime të natyrës parandaluese për sa i përket disa personave të cilët ishin përfshirë në tenderime të ndryshme në punën e tenderave publike për sa i përket infrastrukturës, por edhe Akshit për sa i përket emrit të famshëm Danieli, i cili më në fund ishte në tentativë arratisi ose ishte në tentativë pengmarrje, por shpëtoi për shkak se zoti Berisha doli dhe e mbrojti publikisht. Pra, lajmi i tij doli nga zoti Berisha se ai po merret peng dhe po dhunohet. Por çfarë duam të kuptojmë nga kjo provë, e cila për mendimin tim është një provë domethënëse, sepse në fund fare ajo që ne po kuptojmë është që në të vërtetë zoti Ametaj është një person i cili është në arrati, apo paralelisht është i penduar i drejtësisë në distancë. Për herë të parë mund të shikojmë që ka një person i cili që ka i penduar në distancë, në kuptimin gjithmonë politik, sepse juridik sigurisht ai duhet të shkojë përpara autoriteteve dhe të japë shpjegime dhe të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, por në aspektin politik zoti Ametaj përdori këto informacione për të goditur rrethin e zotit Rama, por jo zotin Rama, sepse pikrisht tek zoti Rama qëndron diçka tjetër që ende nuk e shikojmë për arsye se tymi është kaq shumë, do thosha, i zi, i cili nuk të jep një qartësi objektive për të parë ashtu siç duhet ngjarjet, po thjesht të jep një qartësi subjektive. Çfarë do thotë subjektive? Do thotë që merret me persona ky tym dhe nuk merret thjesht me rastin e themelit që ka të bëjë me ngjarjet konkrete dhe për persona të cilët janë të përfshirë në mënyrë konkrete, po thjesht tërthorazi. Duke qenë në këto kushte, zoti Ametaj përdori intervistat e tij për të shpëtuar në një farë mënyre ndjekjen penale dhe mënyra të ndryshme të cilët ai ka bërë gjatë kohës kur ka dhënë intervistë në një televizion në Republikën e Shqipërisë. Por më lejoni t'ju them edhe një parashtrim tjetër, i cili për disa do të duket si një parashtrim i rrezikshëm, por është do thosha një parashtrim i cili na çon tek një marrëveshje. Cila është marrëveshje për mendimin tim? Po duhet ta shtrojmë disa pikpyetje, disa pyetje dhe secili prej jush mund të selektojë cila është pikpyetja dhe cila është pyetja, sepse ne duhet të kuptojmë qartësi një fakt të cilën ndodhi në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Kryetari i Bashkisë së Tiranës u arrestua në shkurt, por në kohën kur zoti Velia është arrestuar, në deklarimet e para pas zotit Rama, u pa qartë që zoti Rama në daljet e tij publike tha që Altin Dumanit, jo Spakut, Altin Dumanit i kam dhënë spatën. Çfarë nuk kupton fjalia spat në kuptimin e kundërpërgjigjes ndaj atyre të cilët zoti Rama i ka në kundërshtim, pra çfarë ka zoti Rama në shfaqjen publike? Korrupsionin. Dhe thotë që ne luftojmë përmes
SPAK-ut korrupsionin, sepse nuk duhet të qëndroj korrupsioni në nivele të larta dhe ne duhet bëjmë eliminimin, që është e pamundur të bëhet eliminimi i korrupsionit. Thjesht vetëm bëhet paksimi i korrupsionit. Por ajo që nuk u kuptua nga qytetarët është kjo. Çfarë do të thotë tek zoti Rama që zoti Dumani i dha spatën, por zoti Dumani e mori spatën? Cila ishte spata? Nga Asambleja e Partisë Socialiste, zoti Dumani kishte mundësi të bënte atë që bëri. Çfarë bëri? Arrestoi zotin Berisha, arrestoi zotin Meta, arrestoi zotin Bllako, arrestoi zotin Beqe, arrestoi zotin Erion Velie, arrestoi të Ilir Metën, arrestoi dhe shumë funksionarë të tjerë të cilët janë rreth oborit të Partisë Socialiste, edhe kundërshtar zotit Rama brenda Partisë Socialiste, por në të njëjtën kohë edhe kundërshtar të tij në opozit. Pra, zoti Dumani me shpatën që zoti Rama tha që ja kam dhënë në shkurt të 2025-ën, vim sot në muajin dhjetor të 2025-s dhe shikojmë që zoti Rama e ka marrë këtë spatë edhe nuk ja i lën më zoti Dumani, për shkak se nesër zyrtarisht me datën 18/12/2025 zoti Dumani mbaron misionin e tij sipas atë që ne themi manualin e Partisë Socialiste dhe zgjatimin e Asamblesë së Partisë Socialiste në objektivat e zotit Dumani si drejtuesi i prokurorisë. Që duhet të kuptojmë qartësi tek qytetarët diçka, edhe të japim të kuptohet tek shoqëria në tërësi pa emocion, por duke përdorur logjikën. Mbrapa fjalive shpata, mendoj që fshihet qartazi Republika e Prokurorëve. Republika e Prokurorëve ndalon me datën 18/12/2025. Por pas kësaj date fillon cila republikë? Republika parlamentare. Pse fillon Republika parlamentare? Se pikrisht zoti Rama u ndihmua qartazi që të bëhet një aksion kundër kundërshtarëve të tij, që në 11 maj zoti Rama të merrte këto shifra elektorale, të cilët ne i kemi fakt konkret, pra 83 mandate. Pra, pas shpatës që i dha zoti Dumani, sot zoti Rama vjen dhe na thot, nuk ekziston më Republika e Prokurorëve, por ekziston Republika Parlamentare. Pse kjo gjë? Sepse pikrisht u mora 83 mandate, mora mandatin e 4, pra unë tani e tutje nuk kam pse të luftoj më kundërshtarët e mi politik, sepse pikrisht kjo drejtësi e reformuar nga mua personalisht, edhe nga Partia Socialiste, por ajo që ishte më e fortë, bekimi që zoti Rama i ka dhënë zotit Dumani, që të arriste këtë objektiv. Prandaj them që jo vetëm i penduari në distancë zoti Ahmetaj, por edhe veprim që zoti Rama bëri duke thënë që zoti Dumani është dhënë, pra do thoja miratimi, por edhe mbështetja pa asnjë rezervë për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, me thënë saktë, zoti Rama është në momentin më të mirë edhe më të duhur për veten e tij të kujtoj qytetarëve që jemi një republikë parlamentare dhe jo më një republikë e prokurorëve, për shkak se prokurorët misionin dhe ndihmën e çuan deri në fund dhe zoti Rama është i privilegjuar. Zoti Zhlima, çfarë ndodh në Këshillin e Mandateve ditën e premte? Së pari duhet keni parasysh diçka. Rregulloria e parlamentit parashikon qartazi disa afate strikte. Çfarë do të thotë? Kryetari i Kuvendit duhet të mbledhë në mënyrë urgjente mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Rregullorës së Parlamentit. Pra, të premten do të kemi, me sa di unë, një zhvillim normal, duke respektuar gjithmonë kodin e procedurave administrative të një procesi të rregull ligjor, por ajo që nuk do shikohet qartë në fillimin e saj është që Partia Socialiste do dali apo jo me një raport përfundimtar për heqjen apo jo të mandatit të zonjës Balluku. Që do të thotë, në rast se Partia Socialiste don ta zvarrisi, ka mundësi të përdori nenin 118 të rregullorës së parlamentit dhe të justifikohet pas kësaj rregullore dhe përveç kësaj të justifikohet me faktin që gjykata kushtetuese në datën 22 janar
do gjykoj rastin e zonjës Balluku për sa i përket pezullimin dhe konfliktit për kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe pushtetit gjyqësor. Por, nga ana tjetër duhet keni parasysh që po ligjvënësi në rregulloren e parlamentit nuk e ka specifikuar qartësi që në momentin kur bëhet kërkesa dhe nuk shqyrtohet ajo brenda 3 muajve në seancë plenare për të votuar, automatikisht rrezohet kërkesa e prokurorisë për të kërkuar ndaj zonjës Ballukut çdo mas sigurie. Pra, zoti Rama dhe grupi parlamentar socialist mendoj se do të bëj një lojë të cilën nuk e kemi parë ndonjëherë, por do jetë një lojë e cila do të rikujtoj përsëri që kemi të bëjmë me një republikë parlamentare dhe kuvendi është institucioni i parë që troket spaku për të kërkuar marrjen e autorizimit. Po ashtu, ligjvënësi në Kodin e Procedurës Penale nuk e ka thënë të qartë se sa herë lejohet që prokurori të kërkojë masa sigurie dhe masa ekstreme. Prandaj, ajo që unë vej tek njerëzit ose do të thoja i shtoj të kenë vigjilencë maksimale, vëmendjen maksimale, që mos të shikojnë më në aspektin vetëm juridik. Duhet edhe juridik, por edhe politik paralelisht, të dyja bashk, në rënditje me njëra tjetrën, në përputhje me njëra tjetrën, të kuptojnë që zoti Rama ka ndryshuar. Dikush do të thotë që ekziston një provë kundër tij. Jam dakord, mund të ketë ndodhur dhe mund të ndodhi që brenda fashikujt të prokurorit të kemi të bëjmë me prova të cilët edhe japin indicie që edhe zoti Rama mund të jetë i përfshirë në shumë ngjarje të ndryshme. Por këto nuk do të thotë që je përbën vepër penale. Por ajo që ne duhet të kuptojmë është kjo. Përse zoti Rama, duke thënë që po, unë e bëra drejtësinë e re, unë nuk bëra avokatin e asnjërit prej tyre të cilët kanë bashkëpunuar dhe kanë qenë në oborrin tim, ndërsa sot ai politikisht bën avokatin e zonjës Balluku. Nuk është vetëm sepse ka ardhur kërkesa nga kuvendi, por ai bëri dhe do thoya në aspektin jo moral, bëri avokatin e zonjës Balluku duke e mbajtur në detyrë dhe duke pritur gjykatën kushtetuese. Ne dim shumë mirë që zoti Rama ka luftuar vazhdimisht në raste të ndryshme kur vendimarrjet e gjyqësorë që ai vetë thotë që i ka miratuar me atë vullnetin e tij për të pastruar një herë mirë plepat 1 me plepat 2, por në atë çfarë del në pamjen e jashtme, një paqëndrueshmëri dhe jo një koherencë nga zoti Rama për të na treguar që ai duhet të jetë me një standard dhe jo me disa standarde, sepse nuk mundet nga njëra anë të akuzosh prokurorin për disa standarde dhe nga ana tjetër ti për raste të ndryshme të thuash që nuk jam avokati askujt tjetër përveç fëmijës tim. Prandaj them që të gjithë qytetarët duhet të kuptojnë dhe të reflektojnë që kjo lojë është shumë e fortë, do të thoja, është shumë e rëndë, është shumë e rrezikshme, por kërkoj nga qytetarët ta ndjekin me logjik dhe jo me emocion. Nga asnjë nga palët, pra as majtas, as djathtas, as ata me parti, as ata pa parti. Por duhet kujdesen sepse nuk duhet zoti Rama të dali edhe kësaj radhe si viktim e kësaj ngjarje që ka ndodhur pikërisht nga kush? Nga reforma që ai thot në publik që ai e ka votuar dhe ai ka qenë garantori apo ai ka qenë garancia absolute për të vazhduar kjo reformë. Prandaj unë them të qytetarët duhet të marrin të gjitha këto indicie dhe provat që ka cituar gjatë gjithë kësaj kohë zoti Rama dhe t'i bëjnë një lidhje të tyre dhe të dalin me një arsyetim të logjikshëm. A ka mundësi që një person sot thot gjëra të tjera dhe nesër të tjera, të cilës kanë lidhje me njëra tjetrën edhe të ketë qëndrueshmëri dhe koherencë? Jo. Prandaj them që Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në rast se do të vinë në nivelin e dur kushtetues, duhet ta shqyrtojë, duhet të procedojë dhe mos të luajë me paragrafet e nenit 118 të rregullores së parlamentit. Zoti Zhlima, nëse Balluka arrestohet, a rrezikon rënje e qeverisë? Politikisht, moralisht dhe për sa i përket pjesës asaj që ne themi sepse duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, në shtetet e huaja të keni parasysh, ju e dini shumë mirë që kur plas një skandal ose diçka që nuk është mirë për qeverisjen e vendit,
japin ndërheqjen dhe përveç kësaj kemi të bëjmë ka ndodhur në raste të mëparshme që edhe qeveritë kanë dhënë ndërheqjen pavarësisht se sa kanë marrë në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kjo ka të bëjë me moralin. Tani pyetja juaj duhet lidhet, a ka moral Partia Socialiste dhe zoti Rama nga 2013 deri më sot që të qeverisë vendin dhe pas zgjedhjeve të ndryshme që kanë ndodhur në vend me rezultate të ndryshme, të cilët nuk besoj se kanë qenë ashtu siç duhet, sepse në rast se ne shkojmë dhe flasim me qytetarët, do dini shumë mirë se si del statistika kundër keqeverisjes disa vjeçare. Por a jemi ne si shoqëri gati të pranojmë që politikanët duhet ikin përmes votës dhe jo përmes burgut? Ne duhet të reflektojmë si shoqëri dhe duhet të themi po, politikanët duhet të ikin përmes votës dhe në rast se ata kanë bërë veprime të cilët nuk janë të moralshme, por duhet të hetohen, ata duhet paktën duhet japin ndërheqjen në rast se duan të përdorin modelin evropian. Në rast se don të qëndrojmë në Bashkimin Sovjetik, sigurisht, derisa ne duam të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe Partia Socialiste do të qëndrojë në Bashkimin Sovjetik, sigurisht që zonja Balluku s'ka pse të japi dorëheqje sepse partia është e trashëguar nga 1944. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.